Jemi rikthyer në studio, tashmë i ftuari im është akomoduar, hoxhë nderuar, mirë se na erdhët. Faleminderit shumë që ndat kohë, edhe pse është pak orari jo i përshtatshëm para iftarit, po gjithsesi faleminderit shumë që ndat kohë. Unë shfrytëzoj rastin që t'u uroj nismën e muajit të shenjtë të Ramazanit, duke ju dëshiruar agjerim të lehtë juve dhe familjes tuaj. Mirë se na erdhët. Mirë se u gjetëm, faleminderit, është kënaqësia ime të jem në këtë emision, në këtë studio. Që drejtohemi gjithë atyre që i kanë nda këtë momente në prag të iftarit për të ndjekur këtë emision. Edhe unë shfrytëzoj nga rasti edhe juve, ekipit realizues që këto momente gjenden këtu në studio, gjithë atyre që na ndjekin përmes ekranit televiziv, t'u uroj muajin e bekuar të Ramazanit, mbi gjitha me lutje që Zoti t'ju jep shëndet, begati, bereqet brenda familjeve të tyre dhe mbi të gjitha agjerim të pranuar. Pyetja ime parë do ishte kjo, në këtë kohë të krizave, të luftrave, të ankthit kolektiv, do thoja unë, a mund ta shohim Ramazanin si një terapi shpirtërore? Patjetër, zaten çdo adhurim që Zoti na ka bërë neve obligim, këtu mund të futemi prej te namazi edhe zeqati edhe haxhi, në veçanti agjerimi ka një qëllim. Nuk janë thjesht vetëm për të kryer disa obligime që në mënyrë formale i ka bërë obligim Zoti, por edhe Zoti preciz në Kur'an e tregon arsyeën se pse u është bërë obligim agjerimi, pra për të ngritur në piedestalin më të lartë shpirtëror, pra në devotshmëri. Dhe gjithë ata njerëz, në veçanti siç thatë ju, gati se gjithë njerëzit tash në këtë kohë moderne, në këtë kohë të dinamizmit, në këtë kohë të digitalizimit, në këtë kohë të egoizmit, në këtë kohë që ndoshta ka vdekur në ndërgjegja, ku shumë rrallë mendojmë tjetrin, ku edhe bota ndoshta bie nga provimet njerëzore, shumë e rëndësishme ne të kuptojmë dhe me plot kuptimin e fjalës të kryejmë obligimin e agjerimit. Sepse agjerimi neve na ngren shpirtërisht duke na shndëruar neve në fitues ndaj egos, fitues ndaj epshit, fitues ndaj nefsit. Keni dëgjuar me siguri që pejgamberi alayhis salam ka një fjali për kohën e iftarit. Thotë besimtarit ka dy gëzime, njëri gëzim është në kohën e iftarit dhe njëri gëzim është kur ta takoj Zotin, botën e ardhshme. Nëse e marrim shumë thjesht dhe analizojmë, ne mund të mendojmë që ajo koha e gëzimit është sepse ke ushqimin para vetes, e ke përfunduar ditën, ke abstenuar nga haja pija dhe ja tani bolluk në sofën, në tryezë dhe un po gëzohem. Por qëllimi nuk është këtu. Qëllimi është këtu sepse njeriu ka arrit një fitore shumë të madhe. Ajo fitoria është kundrejt vetes vet. Kështu e përshkruajti pejgamberi Zotit një rast kur disa nga shokët e tij në atë kohë ishin kthyer nga një betejë e madhe si fitues dhe të gëzuar. Pejgamberi alayhis salam ju tha, po ktheheni nga një luftë e vogël drejt një luftës së madhe. Në fakt, luftën më të madhe kishin bërë në atë kohë. Ta thanë, oj dërguari i Zotit, po si lufta? Ne ishim luftën më të madhe. Cila është më e madhja? Tha, lufta me vetveten është më e madhja. Dhe ne në këto ditë të Ramazanit po dëshmojmë që arrijmë të fitojmë gjithë atë cytjen e mbrëmshme që na shtyn që ndoshta të largohemi, të bëhemi egoist, mos ta mendojmë tjetrin, të harrojmë familjen, dhe gjitha këto janë ato arsyet që neve na ndihmojnë në Ramazan të jemi fituesit. Dhe momenti shumë i rëndësishëm i Ramazanit është ky momenti që ne po kthehemi në vetveten, po kthehemi në atë shpirtërore, po kthehemi në esencën e njeriut, po kthehemi në spiritualen. Si shumë është me rëndësi të dihet që njeriu është i krijuar nga çdo dyja këto komponente, edhe nga ajo materia, edhe nga ajo shpirtërorja. Mirë, por në moment që mungon shpirtërore, materia më nuk ka kuptim. Ne thjesht e themi, ne e thirrim me emër, e thirrim me respekt çdo njeri që është i gjallë, por në moment që nuk e ka shpirtin më dhe emrin, një harrojmë atij. Ne e shndrojmë në diçka tjetër. Ne e thirrim i ndjeri, i vdekuri. Pse? Se mungon ajo që është esenciale, që është spirituale, që është shpirtërorja. Dhe në Ramazan njeriu kthehet te kjo shpirtërorja. Kthehet edhe brenda ditës, duke menduar tjetrin, duke menduar veten, duke kuptuar qëllimin se pse ka ardhur, ndoshta më shpesh duke vizituar xhamin, mbrëmje duke qëndruar pranë familjes. Me fjalë tjera, në këtë kohë ku ndoshta të huajsohemi nga vlerat tona, vjen Ramazani dhe na kthen në origjinalen ton. Për ta kuptuar edhe qëllimin e ekzistencës ton, por për ta kuptuar edhe shpirtëroren, ajo që na bën neve që të jemi njerëz dhe të na bën këta që jemi.
Po çfarë duhet bërë që të na mbaj kjo, hoxhë nderuar, sepse 30 ditë dakord krejt kjo që e thatë, por ka shumë njerëz të cilët thon pas Ramazanit nuk arrit dot të jem i njëjti dhe të mbaj atë tempon e tjetërsimit në aspektin pozitiv. Si ta mbajmë këtë tempo edhe pas Ramazanit? Besoj kjo është shumë e rëndësishme. Po, unë do të thoya kështu, duhet të nxjerrim mësimet nga agjerimi, mësimin nga muaji i Ramazanit. Nëse i nxjerrim mësimet, shihni, keni ndëgjuar ju shumë prej dietarëve thonë që Ramazani është një shkollë. Dhe unë e them është një kurs intenziv. Sepse më duket pak më e logjikshme se këto kurset intenzive kur duam që t'i kryejmë fund, duam që të marrim një certifikat sepse kemi përfunduar një cikël të mësimeve, e kemi përvetësuar, por nuk e kemi përvetësuar për të mbajtur në vete. E kemi përvetësuar që pastaj të jetësojmë jetën tonë atje ku na duket. Qoftë në gazetari apo në një profesion tjetër. Dhe tash kur futemi brenda Ramazanit, unë do t'i përmendi dy komponenta shumë të rëndësishme, se si të mbajmë gjallë që thonë ju këtë rit. Agjerimi ne e fillojmë me syfyr. Unë këtë vit e kam përmend në disa vende. Çfarë nuk kuptoj me syfyrin? A është thjesht vetëm një ushqim, a është thjesht vetëm një ritual, apo jep një mesazh tjetër? Ngritja në syfyr nuk kupton që njeriu duhet të jetë i zgjuar. Sepse vetëm njeriu kur është i zgjuar mund të arrijë suksese në jetë. Zgjohet për në punë, zgjohet për në shkollë, zgjohet për një qëllim të caktuar. Është i zgjuar kundrejt sfidave të ndryshme që mund të ballafaqohet gjatë kohës. Dhe njeriu nëse mësohet brenda Ramazanit këtë zgjuar dhe t'i largohet pak dembelizmit dhe këtë praktik të vazhdojë më pas Ramazanit, sepse mëson organizmi një ritëm tjetër të funksionimit. Pra, mësimi i parë që të mësojmë zgjuarjen, dhe e dyta që sipas mendimit tim është e rëndësishme brenda muajit Ramazanit, unë e përshkruaj kështu, them sikur që pejgamberi i Zotit u tërhoq në shpellën Hira për të marrë energjinë hyjnore, për të marrë shpalljen hyjnore, për të marrë fjalët e Zotit, për të marrë Kur'anin, dhe ne brenda Ramazanit duhet të tërhiqemi nga zhurma e përditshme e jetës dhe të marrim nga ajo energjia hyjnore, nga të marrim nga fjalët e Zotit dhe ta lexojmë fjalën e Zotit. Po thjesht jo vetëm në aspektin formal. Jo që nuk ka kuptim, edhe ajo e ka rëndësinë e vet, por ta marrim me kuptim, duke lexuar në gjuhën shqipe, çfarë porosia ka thënë Zoti për jetën, për mirëqenien, sepse ndonjëherë ne Islamin e si e kuptojmë. E kuptojmë vetëm Islami të shkosh në xhami, të dalësh nga xhamia, të shkosh në një rast vdekje dhe sigur me kaq përfundon Islami. Jo, Islami nuk është kjo. Kujdesi kundrejt arsimit, kundrejt familjes, kundrejt shkencës, kundrejt mjedisit ku jeton, toleranca, bashkëjetesa, gjitha janë kjo pjesë të Islamit dhe gjitha janë pjesë të Kuranit. Dhe nëse ne kemi arritur që brenda agjerimit, nga mësimet që i marrim, qoftë në për takime, qoftë në për xhami, po në veçanti duke lexuar fjalën e Zotit, dhe nëse këto i kemi mësuar këto leksione, atëre duhet pas Ramazanit të fillojmë të jetësojmë të njëjtat, sepse në Ramazan ndoshta nuk do të mund të jetësojmë për shkak të dinamikës që na e sjell muaji Ramazan, që është e veçantë nga dinamika tjera. Thash syfyri, vizita, zhurma, shpejtëse, koha e iftarit, derisa pak të pushoj trupi. Të disha ta bëj një nënpyetje që e përmendet çështjen e xhumit. Njohim shumë njerëz në rrethin tonë që sigurisht duan ta përjetojnë këtë ndjenjë në syfyrit, zgjohen, qëndrojnë deri vonë, po pastaj një pjesë të madhe kalojnë në xhum gjatë ditës. Ne këtë e kemi diskutuar edhe në bisedat e kaluara, por ndoshta ja vlen që ta japim edhe një herë këtë përgjigje. Sa është i pranuar një agjërim dhe sa është i plot nëse bëhet një pjesë e madhe në xhum e atyre që kanë qëndruar zgjuar deri vonë ose deri në mëngjes dhe pastaj sikur e arsyetojnë veten, ja japin një farë ngushëllimi dhe thonë, "Ok, po un kam qëndruar deri në mëngjes dhe tani duhet flaj xhum gjatë gjithë ditës." Është i pranuar ky agjerim? Po shif, agjerimi nuk është i njëjtë të gjithë, shpërblimi i agjerimit. E kam fjalën sikur që shpërblimi i çdo adhurimi tjetër nuk është i njëjtë të gjithë. Jo rastisht edhe pejgamberi i Zotit e ka lënë atë hapësirën që duke filluar nga 1 deri në 700 shpërblime. Tani dikush që brenda muajit të Ramazanit e merr pushimin nga puna, dhe dikush që është i detyruar të punojë në një punë pak me akomoditet, dhe dikush që ndoshta është jashtë në temperatura të ftohta, nuk mund ta ketë njëjtë shpërblimin te Zoti. Edhe ai i cili ditën e bën një orar që t'i përkushtohet agjerimi me plot kuptimin e fjalës dhe ai tjetër që zgjohet para iftarit, nuk mund ta kesh shpërblimin te Zoti.
është të pranuar apo jo, është ingerencë e Zotit. Nëse atë aspektin formal e ka kry, ne shpresojmë që Zoti ja ka pranuar. Por a ka shpërblim ai, ajo vetëm është diçka tjetër. Që shumë bukur, për shumë pejgamberi i Zotit në një prej fjalëve të tij, njeriu të ngritur shpirtërisht, pra njeriu e devotshëm. Thot, pak han, pak flen edhe pak flet. Tre komponenta shumë të rëndësishme për njeriu që të jetë më i kujdesshëm, më pak të gaboj. Ai i cili pak han do të jetë edhe më i shëndetshëm fizikisht, por edhe do të ketë ndjenja të empatisë të zhvilluara për shkak se do t'i kuptojë edhe të tjerët. Ai i cili pak flen do të jetë më i zgjuar edhe më i suksesshëm në kryerjen e obligimeve, qoftë në arsim, në karrierë kështu me radhë. Edhe ai që pak flet, padyshim që edhe pak gabon. Nëse brenda Ramazanit ne arrim që këto tryja t'i bëjmë, s'paku brenda këtij muaji. A thamë shkollë, është një kurs intenziv dhe ne të formohemi brenda muajit Ramazanit, se shif edhe shkencëtarisht është të vërtetuar që dobitë trupore të Ramazanit janë të rrumbullaksuara me 30 ditë. As më pak e as më shumë. Dhe kur të mbyllet ky 30 ditëshi, ne nëse i kemi marrë këto komponenta, ne vetëm kemi arritur në gradën më të lartë të shpërblimit të Zotit. Askuj nuk i themi që agjerimit nuk pranohet nëse për shembull ke flet, ose nëse ke fol shumë, ose nëse ke bërë shumë zhurmë, ose s'ke qenë kujdes, askuj nuk i themi ne. Por shpërblimi te Zoti është shumë i madh i atij i cili do të jetë më i kujdesshëm. Ju e dini, ne shpesh hoxhallarët këtë vit e kemi theksuar, esenca e agjerimit është që njeriu jo të abstenoj vetëm nga haja dhe pija, po të abstenoj edhe nga provokimet që mund t'i vinë prej jashtë, që jetë më i kujdesshëm. Unë sjelli shembull nga Kurani, që e përmend Zoti, por që e ka përshtyt pejgamberi i Zotit, kur u provokua nëna e Isaut me provokime shumë të rënda, dhe Zoti e mësoi që provokimeve t'ju përgjigjet me një fjali. Ata ofendonin, i thonin çmos. Ajo thoshte, unë jam agjërueshëm. Unë agjëroj. Dhe pejgamberi i Zotit thot, nuk ka nevojë Zoti për etjen dhe urinë tuaj. Qëllimi i agjërimit është diku tjetër. Edhe nëse dikush do t'ju provokojë brenda Ramazanit, ju thoni, unë agjëroj. Edhe përsëriti 2 herë, unë agjëroj. Dhe nëse arrim ne këtë nivel brenda agjerimit, duke i lidhur me ato 3 elemente që i përmenda pak më herët, besoni që shumë gjëra do të ndryshonin shoqërinë tonë. Do të ndryshonte ambientin brenda familje, do të kishte disponim më të mirë. Kjo ka shumë rëndësi. Nuk thyen zemra, nuk nënçmon, nuk nervozohesh, sepse kupton që ka një sidomos është shumë prezente. Në veçantë në prag të iftarit. Në prag të iftarit, kjo është. Po familjet pastaj jashtë familjes, komunikacioni, parafurrave të bukës, nuk e di çfarë, dhe këtu humb më kuptimi i agjerimit. Mos futem në rrjetet sociale. Do kalojmë edhe ta ajo pjesë. Ajo më njerëzit kalojnë nga pjesë shumë e rëndësishme. Po tani ndoshta për ta sqaruar në pika të shkurtra, çfarë bën një agjerim të plot? Ne e dimë, thatë dhe ju, nuk është vetëm ta sfidojmë veten duke mos ngrënë ushqim, por janë edhe shumë komponente tjera të cilat e bëjnë një agjerim që të jetë i plot. Cilat janë këto? Unë do të përmeni shumë shkurt një ditë e agjerimit si duhet të jetë, që besimtari me të vërtet të ngrehet në nivel që donë Zoti i gjithësisë. E thamë që filloj me syfyrin, nuk guxon të anashkalohet asesi. Edhe pse disa ndoshta tash për shkak të angazhimeve, thonë mund edhe ora 12, edhe ora 1, edhe ora 2, të ha diçka dhe të flenë sepse kam nevojë për punë, por pejgamberi i Zotit thotë zgjohuni syfyr, se syfyri ka bereqet. Fjalë tjetër thotë zgjohuni, po qoftë për një gotë ujë. Pra mjafton që ne të zgjohemi. Aspektin formal në abstenimin që është definicioni i agjerimit, të shmangemi nga gjërat cilat janë të lejuara në esencë, sikur që është haja, pija, dhe pastaj brenda ditës të jemi të vetë kontrolluar në çdo lëvizje që bëjmë. Vetë kontroll edhe në fjalë, siç thamë më herët, edhe në sjellje, edhe në raport me familjen, në raport me kolegët e kështu me radhë, të frekuentohen xhamit për të mbushur atë zbrastiren shpirtërore që neve ndoshta
jo me dëshirë, po për shkak të dinamizmit të jetës, për shkak të angazhimeve ditore, ne jemi deshazhuar, jemi zbrazur brenda 11 muajve dhe ta marrim këtë energji shpirtërore, ta rrumbullaksojmë ditën me një iftar me ambient familjar dhe as sesi mos të ha iftarin vet, të kemi kujdes. Iftari nuk ka kuptim nëse hahet vet. Ne shpesh sjellim shembull pejgamberin e Zotit Ibrahimin a.s. që thomi asnjë ushqim, jo vetëm iftar, asnjë ushqim nuk e ka ngrënë vet. Edhe nëse ka ngel vet, ka dorë ta shoh dikë të thot, hajde urno, ta ham bashk. Edhe ne duhet të mësohemi të ham iftarët bashk, të kthehemi në atë origjinalen. Sepse jemi larguar nga origjinala. Brenda muajit i bëjmë kalkulimet, 5 iftare, 7 iftare, duhet të thras këto, duhet shkoj atje, edhe përfundoj agjerimi. Pra iftarët të mundohemi të jam sa më tepër me rrethin më të afër familjar dhe më të gjerë familjar dhe mos të neglizhojmë asesi faljen namazit të teravis. Sepse namazi i teravis është një adhurim shtesë që është specifik vetëm i muajit të bekuar të Ramazanit dhe kur përfundon Ramazani përfundon edhe ky adhurim dhe kjo është një periudhë pak më e gjatë kohore që qëndron në xhami. Është interesant vetëm të qëndrosh brenda mureve të xhamisë për një periudhë kohore ku gjëra më e çmueshme tek njeriu, koka do të bie në sejdë të Zotit dhe shif sot edhe ideologjitë ndryshme edhe fetë ndryshme i japin shumë rëndësi meditimit. Dhe momenti më i mirë për të medituar është ai ambienti që ti e merr, qoftë brenda xhamisë ose brenda shtëpisë tënde, për të ndalur për 20 minuta, 30 minuta, 50 minuta, të ndjesh atë qetësinë tënde shpirtërore. E shifni për shembull bëhen mod yoga, këto tjera, gjitha janë forma të meditimit sepse ka nevojë që e përmend edhe në fillim, për shkak të kësaj zbrastësie shpirtërore, njerëzit kanë nevojë për një qetësi që të mbushen me energji shpirtërore dhe Ramazani ta ofron këtë mundësi, në veçantë në namazin e teravis, nëse me plot kuptimin e fjalës e fal namazin e teravis. Se ka edhe kalimtar rasti, vetëm po e kryu në obligim dhe shpejt të dal. Dhe ajo që është e rëndësishmja për ta rrumbullaksuar është i kthehemi Kuranit. Sepse agjerimi dhe Ramazani në përgjithësi është muaji i Kuranit, atëherë filloi zbritja e Kuranit. Nëse ne udhëzuesin ton, i cili është receta që na tregon se si duhet të jetojmë, anashkalojmë brenda muajit të bekuar të Ramazanit, atëherë nuk e kemi kuptuar se çfarë qëllimi ka Ramazani, çfarë qëllimi ka nata e Kadrit. Andaj mundësisht me kuptim në gjuhën të cilën e kupton, qoftë edhe 10 faqe, 15, një kaptin, zgjedh një kaptin. Mund të jetë kaptina, për shembull, njeriu, kaptina e gruas, kaptina, zgjedhë një kaptin, lexoje, sepse nga kjo do të marrish atë energjinë e brendshme dhe informacionet e sakta se çfarë qëllimi ka edhe zbritja e Kuranit. Dhe nëse një ditë të këtillë e bëjmë ne me këtë kujdes, me këto obligime të kryera, jam i bindur që do të jetë agjerimi më i përkryer të Zotit, duke mos harruar të shtoj krahas agjerimit të lukthit, agjerimi i gjymtyrëve, në Ramazan të mundohemi të agjerojë dhe mendja. Të mundohemi mos t'i mendojmë askuj keq. Ta largojmë xhelozin, ta largojmë inatin, t'i largojmë hidhrimet, t'i largojmë gjitha ato mendime negative që na vinë nga brendia, për shkak të padrejtësive që ndoshta na i ka bën dikush që është shumë normale që brenda jetës na i ka bën edhe ne ndoshta e kemi bë pa dije dhe të mundohemi që brenda Ramazanit edhe mendimet negative t'i largojmë. Kjo është kulminacioni i agjerimit. Unë e sjelli shpesh shembullin e Jusufit a.s., një pejgamber i Zotit, shumë u sprovua në jetë, nga vëllezërit u hudh në pus, e më pastaj u provokua në pallatin mbretëror, pastaj ishte në burg, po Zoti pas gjitha këtyre provave e bëri që në fund të jetë fitimtar, sepse ne kemi një bindje. I drejti çdo herë fiton. Mund të vënon, po do fiton. Edhe Jusufi fitoi, u bë i pari i Egjiptit në atë kohë, këtë e përshkruan Kurani, të fjalë të Zotit janë. Dhe vëllezërit, pa mos e ditur, ata që ai kishin bë kurthën, erdhën dhe kërkuan që t'i ndihmoj sepse kishte thasirë shumë të madhe dhe nuk kishin ngrur për të ushqyer dhe ju drejtuan Jusufit a.s. Edhe pse i njohti për gjithat që kishin bërë, Jusufi jo vetëm që i fali, edhe u dha. Dhe më thonë, ne jo vetëm që duhet t'i falim në Ramazan, po duhet e t'i ftojmë në iftar.
Jo vetëm që duhet t'i falim të tjerë, por duhet dhe t'ju shkojmë në iftar. E kjo është kulminacion nëse arrit. A mundemi, a diçka tjetër, vare pak pi karakterit njëri përsen, po s'paku të mundohemi. Pejgamberi Zotit porosiste shokët e vetë para Ramazanit, për shembull sikur që janë deri dje dita e fundit e muajit Shaban, thoshte deri ditën e fundit e muajit Shaban, gjithë ata cilët janë të hidhruar me të tjerët, në gjuhën popullore që themi ne, le të kërkojnë halallëk, le të pajtohen që brenda Ramazan të futemi ne të rahatshëm, se në Ramazan duhet të përkushtohemi Zotit, i kryjm punët me njerëzit. Kështu që edhe ne për shkaqe të ndryshme çdo hidhrim që eventual kemi me njerëzit duhet kështu iftari i parë është sonte, të zgjasim dorën dhe të futemi. Uroj shumë që të ndikoj kjo bisedë ndoshta që të reflektojnë, ta nisin me mbarësi iftarin e parë. Dua t'ju pyes o nderuar edhe për një paralelizëm ndoshta ta bëjmë agjërimi dikur dhe tani si e konsideroni ju? Është më i vështirë aktualisht? Nuk po e them këtë në aspektin e uris, por po e fus këtu atë ndoshta përqendrimin shpirtëror, është më sfidues agjërimi në këtë kohë që po jetojmë tani se sa ndoshta në periudhën e fëmirisë tuaj apo prindërve tanë kështu me radhë. Si e shihni ju nga këndvështrimi juaj këtë pjesë? Siç e thatë, nëse ndalim të provokimet, e jeta sfiduese, rrjetet sociale kështu me radhë, besoj që janë shumë më të theksuara, fenomenet të theksuara të kohës moderne. Siç e përmendët ju, nëse ndalemi te aspekti material, komoditetin që i kemi tash nuk e kemi pas asnjëherë. Okej. Qoftë komunikimi, qoftë vendet e punës, toleranca, ata që shohim shumë respekt për gjithë profesorët, mësimdhënësit, kanë kuptime ndaj nxënësve të cilët janë agjërueshëm. Orari rregullohet që ata të kenë mundësinë në iftar të shkojnë në shtëpi. Do thonë ka një komoditet jashtëzakonshëm për ata që duan të agjërojnë. Mirë po ajo që ndoshta tani është sfidë më e madhe, përveç këtij aspektit them fizik, material, është kjo koha unë e quaj koha e klikimeve. Jemi mësuar që ne me një klik të arrim diku, me një klik të shohim diçka, me një klik të mbushim mendjen, qoftë me një informacion, qoftë me një fotografi apo me diçka tjetër. Na servohen lehtë gjërat. Shumë lehtë. Madje aq mendësi të madhe kanë tani ka teknologjia, rrjetet sociale, edhe e dinë edhe atë që mendojmë ne. Për shembull, nëse një herë klikojmë diçka, do ta shohim që pas një kohe vetë na paraqitet neve ato që duam ne që t'i shohim. Dhe kjo është një joshë shumë e madhe që neve na bën që të jemi më të dobët, për shkak se duam gjithçka të arrijmë shumë shpejt. Fillon të humb durimi, fillon të humb përpjekja, fillon të humb dëshira për angazhim, për lodhje, sepse jemi mësuar lishmëria jonë me ekranin, lishmëria jonë me klikun, që ne të jemi të shpejt, ne quajmë këtë kulturën e të shpejtës që tani po jetojmë. Dhe kjo pak e vështirëson agjerimin, sepse kjo na ka mundësuar që të shohim shumë gjëra të mira. Për shembull, me një klik shohim nuk e di sa meny të restoraneve, nuk e di çfarë ambiente të iftareve, nuk e di çfarë ambiente kështu të bukura që në automatizëm neve na fusim ndoshta në mërzi, në mos them tani në depresion, por na fusin në kujtime, në mendime që unë nuk e kam, unë nuk ka arrita, a diçka tjetër te duke gjërat që ty të mungojnë. Të mungojnë dhe normalisht je në një ambient me këto kushte që i kemi ne në vendin ton, a në dorë ke një ekran ku sheh gjëra të mahnitshme dhe ku mbyllet ekrani a e sheh realitetin ti, e sheh, a e humb disponimin. E humb disponimin. Nëse bëjmë një paralele, sfidat e asaj kohe të parëve tanë kanë qenë më të ndryshme, por e kanë pasur lumturinë. Kurse sot janë sfidat kryesisht diçka tjetër, sepse sot neve edhe diçka shumë e vogël me na mungu, neve na humb disponimi. Për shkak të thash, koha moderne i ofron disa gjëra, të cilat ne vetëm me sy i shikojmë, në fakt në realitet nuk mund t'i kemi dhe nuk mund t'i përjetojmë. Çdo kush nuk mund të ketë një makinë shumë luksoze, të ketë një shtëpi me pishinë, të ketë këtë që për çdo ditë ndoshta e sheh. Dhe kjo neve na zbras shpirtërisht dhe kur ofrojmë një sofër, unë them një sofër halal, të fituar me djersën e ballit, ndoshta janë 2-3 lloje të ushqimeve,
Dhe këtu na mungon pastaj neve të jemi të kënaqur me atë që e kemi, sepse kemi pa diçka që është më e mirë. E këtë në të kaluarën nuk e kam pas. Sepse atë që punën fizike, angazhimin, këtë atë që e kam pas, kur e ka pas ushqim të shtëpia ka qenë kënaqur dhe ka qenë disponuar. Mirënjohja ka qenë gjithmonë sa më shumë shohim, sa më tepër na ofrohen gjëra, si them, për të parë, për të prekur, për të shikuar, për të mbushur mendjen, aq më tepër na zbrazet shpirti në kënaqësinë të asaj që e posedojmë. Për atë unë shpesh them, ne duhet të jemi mirënjohës për atë që e kemi, duke menduar çdo herë atjetën që nuk e ka edhe atë. Të ofrojmë pak fotografi të atyre që ju mungojnë prindërit, ju mungon familja, ju mungon një krah i fortë që t'ju jep shtytje, dhe besoj që këto janë motivime shumë të mëdha që njeriu të kuptojë mirënjohjen dhe të ditë të thotë faleminderit për këtë mirë që e ka. Pajtojmë. Tani të flasim pak për këtë trendin e restoranteve, nëse dikur me emocion është pritur iftari, në shtëpi janë mbledhur familjarët bashke, nuk ka ekzistu, as ka pas nevoja as ftesat jenë të hapura, tani bëhen me termine, tani shumica e iftareve dhe ftesave bëhen në për restorante. Si e komentoni ju këtë trend të viteve të fundit, ku si duket po ikim nga kjo shpirtrorja dhe kuptimi i fuqishëm që mbart me vete muaj i shenjti Ramazanit, që ka edhe mbledhjen e familjarëve së bashku, ndoshta edhe ata që nuk i takojmë për shkak të intensitetit të shpejtë të jetës. Si do ta kishit komentuar këtë pjesë të këtij trendi të viteve të fundit, do thoja? Unë jam pak më tradicionalist dhe unë shumë i preferoj ato iftarët që bëhen në ambiente familjare. Ndoshta për shkak të ftesave të shumta që i kemi në për restorane dhe ndoshta edhe jemi mërzitur nga ato sepse na mungon familja. Tash që jemi tral. Besoj që shumica e njerëzve jetojnë vetëm në këtë formë. Edhe iftarët bëhen në ambiente të restoranteve ku do të qëndrojmë një orë, 2 orë dhe sërish do të shkëputim dhe do të shkëpërderdhemi. Nëse kthehemi në mbrapa në atë traditën e vjetë që tash janë pak më tradicionalisht, nuk nënkupton iftari vetëm ngrënien e ushqimit. Po, 15 minuta, 20 minuta, do të hapë gjithçka. Ajo pjesa tjetër çfarë është pastaj? Ne do të rrim për shembull deri në kohën e teravis, po ndoshta falim teravin aty, po ndoshta edhe do të vazhdojmë bisedat, për shembull deri ora 8, 9, 10. Sa gjëra pozitive ngërthen në vete ai ambient shtëpiak, ku ne për shembull do të na ofrohet të pim nga një çaj. Po pirja e çajit nuk kupton muhabetin, nuk kupton dashurinë, nuk kupton respektin, nuk kupton qarjen e dertit, nuk kupton të hapen tema të ndryshme. Për shembull brenda familjes ta kesh ku e di unë një gjysh, një gjyshe, një më të vjetër që tregon për të kaluarën. Pastaj po në atë fotografi familjare të kesh ata fëmijë të cilët do të shoqërohen mes vete, do të bisedojnë, do të afrohen në këto kohra që e përmendëm pak më herët, ku gjithë qëndrojnë me telefonë, me celulara në dorë, edhe pse rinë afër fëmijët mes vete, sërish nuk bëjnë muhabet. Dhe restorani, për dallim nga shtëpia, nuk të ofron këtë mundësi. Mundësinë e muhabetit, mundësinë e afërsisë, mundësinë e njohjes, mundësinë e qëndrimit të afër njëri tjetrit. Unë shpesh them, për shkak të ngrënies së iftarëve vetëm jashtë, ne nuk i njohim fëmijët tanë. Besoni nuk i njohim. Nuk i njohim aftësitë e fëmijëve tonë. Nuk i njohim ndoshta në veçanti nëse kanë arritur në kohën e pubertetit problemet që i kanë. A kanë ndonjë lidhje apo jo? A kanë ndoshta emocione, dashuri kundrejt dikujt, ndjenja apo jo? Nuk i njohim se ato normalisht do jemi të fshehur. Dhe ti je i shkëputur, rituali më i mirë është ushqimi i bashkë, rituali më i mirë është iftari, ku ndoshta do ta tregoj një rast, një shok, një shoqe, arsimtari, profesori, po unë e mendoj kështu, dhe ti nga do e kuptosh edhe aftësinë, edhe nevojën e atij. Dhe lidhja jonë drejt për drejt, formale, vetëm me restoranet, hip makinës, shko te restorani, han ushqimin në zhurmë të madhe, hipi makinës, ktheu në shtëpi, nuk e ka kryer detyrën ashtu siç duhet iftari. Në këtë rast, unë jam tradicionalist, sërish po e them, dhe i preferoj iftaret të hahen brenda ambiente familjare. Sa më tepër lehtësohet më shpesh iftare, mos qenë shumë të ngarkuara që të hudhet ushqimi, sepse e humb kuptimin. Edhe Ramazani, le të ketë më pak ushqim, po le të ketë shembull me familjen. Nga njëra anë, një ditë i bën një iftar me 10 persona, 15, pastaj me 7 persona, pastaj me 3 persona. Më thonë, sa më tepër iftare, sa më tepër afërsi, se Ramazani është edhe muaji i familjes, edhe muaji i kthimit tek vlerat
tona, të cilat I kemi edhe kombëtare, edhe fetare. E qartë. Shumë shpesh, kur afron Ramazani, nisim pastaj edhe ato diskutimet edhe dilemat mes njerëzve se kush janë ata që lirohen nga agjerimi. Njerëzit me sëmundje të ndryshme, njerëz të cilët kanë profesione, përmendet ju disa prej tyre që mund të jenë ndoshta të vështira që të sigurisht të përballojnë ndoshta edhe vetë trupi I njeriut. Ta sqarojmë këtë një herë mirë për gjithë ata të cilët po na ndjekin dhe që kanë pikpyetje në këtë aspekt. Po, ekziston ndonjë kompenzimi atyre që nuk munden asesi të agjerojnë? Ramazani nuk është ngarkesë për askënd. Zoti me Ramazanin nuk dëshiron që njerëzit ti ngarkojnë, ti lodh, nuk dëshiron që njerëzit ti sëmur. Por Ramazani është shërim, edhe fizik, edhe shpirtëror. Kjo tashmë është edhe vërtetuar edhe shkencëtarisht. Por ja që ka njerëz të cilët nuk mund të agjerojnë për shkak të sëmundjeve kronike, për shkak të udhëtimeve, për shkak po angazhimeve, që thatë medikamenti, ilaçet që I marrin. Dhe unë shpesh e them, çdo njeri gjatë Ramazanit është mjek I vetvetes. Gabojmë shumë nëse presim ne të pyesim një hoxhë dhe hoxha të na thotë je I liruar ti. Çdo njeri e njeh veten e vet. Pastaj stina e dimrit është tjetër, stina e verës është tjetër. Dikush ndoshta nuk arrin që verës ta agjerojë për shkak të mungesës së ujit, sepse ka nevojë trupi për ujë, por ndoshta dimrit mund ta agjerojë. Domethënë nuk duhet të presim nga një hoxhë që hoxha t'ju tregojë që ti duhet ta agjerosh dhe ti nuk duhet ta agjerosh. Por njeriu fetarisht duhet të fillojë me agjerimin. Domethënë unë e filloj agjerimin dhe brenda ditës e shoh që nuk mund ta përballoj atë për shkak të sëmundjes që kam, atëherë njeriu është I lejuar që atë agjerim mos ta mban, por ta prish agjerimin. Përveç atyre të cilët specialistët, mjekët, I kanë thonë që e ka të ndaluar për shkak të komplikimeve që mund t'i krijohen brenda organizmit, edhe ata janë të liruar. Por prapë them, njeriu vetë e sheh veten se ku është. A është në gjendje të mirë fizike? Mjekët ne kemi kolegë, shok që janë edhe mjekë dhe shpesh bëjmë biseda. Bile ata thonë që konsultimi me mjekët mund të ndryshohet edhe koha e terapive. Nëse për shembull e ka marrë, ka për shembull një hap që ta merr brenda ditës në mëngjes, pas ushqimit të mëngjesit, mund ta merr pas ushqimit për shembull syfyrit. Ose nëse e ka marrë për shembull brenda ditës, e merr brenda natës. Prap kjo bëhet në konsultim me mjekët. Pra, edhe punët e rënda ata cilët I kanë dhe I shohin që është e vështirë që ta agjerojnë, sërish ata vetë do të vendosin. Nuk kemi në ata cilët t'ju themi, ti je I lirë nga agjerimi se e ke punën shumë të rëndë. Donjëherë edhe puna jote dhe puna ime mund të jetë e rëndë. Se në moment mund gjendja jonë shëndetësore të keqësohet. Njeriu mund të alivanoset, ngarkesa psiqike, nuk e di çka. Edhe tash ne duhet të themi jo se unë nuk punoj nxeherore dhe unë duhet të agjeroj. Jo, edhe unë e prish agjerimin. Për shkak se kjo nuk është ngarkesë nga ana e Zotit. Dhe ta gjithë ne që jemi detyruar që të prishim 1 ditë, 2 ditë, 3 ditë për shkaqe të ndryshme që mund të ndodhin çdo njeriu, ne këto ditë I kompenzojmë pas Ramazanit. Ose brenda vitit deri në Ramazanin tjetër të mundohemi t'i kompenzojmë. Është prishur 1 ditë, atë ditë duhet ta kompenzoj. Jam prishur 2, I kompenzoj 2 ditë e kështu me radhë. Ata të cilët kanë sëmundje kronike dhe fiziku I tyre nuk ka lejon që ta agjerojnë. Dhe këtu a rekomandon mjeku, për shkak thash më herë komplikimeve të ndryshme që mund të bëhen brenda trupit, dhe ata lirohen komplet nga agjerimi. Ata të cilët e kanë këtë situatë, ata japin një kompenzim material për ata të cilët janë të varfër, për nevojtarët. Aq ditë sa nuk ka agjeruar, që e ka prishur agjerimin, po aq ditë I përpjeston me një sasi të hollash. Shpesh neve na parashtrohet pyetja sa është kjo sasia e të hollave. Unë them shumë lehtë mund ta krahasoni. Shqipni sa janë çmimet e fitrave. Për shembull fillon nga 300 deri në 600 denar. Sa e ke jeta yte, çfarë është? A është minimale apo është maksimale apo është mesatare? Nëse është mesatare, vetë bën llogarinë. Nuk mund ne të themi kaç duhet të japish. Bën për llogaritje. Nëse I ke të ardhurat minimale, do të shkosh tek ajo që është minimale. Nëse ke një komoditet më të madh material, mos shko te minimale. Shko tek ajo që është më e mira dhe atë përpjeston
me ditët që nuk i ke agjeruar, para Bajramit për të gëzuar një familje, i dhuron, edhe Zoti e din që ti e ke plotësuar atë zbrastir. Mirë po, nëse dikush këtë vit ka sëmundje, që mjeku i thot, jo, nuk ke drejt të agjërosh. Mund të jetë sëmundje veshkëve, zemrës, e kështu me radhë, të cilët mund të krijojnë komplikime të ndryshme. Mirë po, kjo është e përkohshme dhe mjeku thot, kjo mund të zgjatë 6 muaj, pas një terapie mund të shërohesh, ti këtë nuk e paguar. Por ti do preshi shërimin dhe pastaj kur të vjen shërimi, ato ditë do ti kompenzosh. Dhe me thonën, nuk ka nevojë ti shpejt të thuar që unë jam i sëmur dhe nuk do të shërohem asnjëherë, sepse shërimi është në dorë të Zotit, mund të vjen nga një komplikim moment që je i sëmur, por më tutje të shërohesh dhe atëherë kur të shërohesh do ti kompenzosh ato ditë që kanë ikur. Pra, Ramazanin dhe kompenzimin e këtyre ditëve që nuk po arrim që ti agjërojmë, çdo njeri dallon nga tjetri. Nuk mund të themi një, edhe pse në librat e fikut jurisprudencës islame ka definicione të caktuara. Po prapë them, çdo kush varësisht për rrethana vendos vet. Se një rregull në Maqedoninë e Veriut dhe në Arabinë Saudite dallon. Ja, agjërimit. Për shembull atje koha, temperatura, sfidat që janë dhe këtu te ne që janë dallojnë. Ta për shembull po them, është një i sëmur, por ja që do flenë deri ora 12, deri ora 1, ora 5 iftari. Do të duroj 3-4 orë. Kurse atje duhet të duroj për shembull 12 orë nxehtë, në temperatura 40 gradë. E tash nuk mund të themi ky definicion që është atje, është edhe këtu. Jetojmë me realitetin ton, jetojmë me rrethanat tona. Kjo është shumë e rëndësishme. Edhe mbas asaj edhe çdo kush jep përgjegjësinë për punën e vet. Unë nuk mund të gjykoj. As ju s'keni drejt të gjykoni. Ky nuk agjiron. Ki qenë ka kështu, ki nuk qenë ka besimtar. Çdo kush i di punët e veta, çdo kush e di dertin e vet, të kemi mirëkuptim dhe të tjerëve, por edhe ata të cilët janë të sëmur dhe nuk mund të agjërojnë, në Islam krahas rregullave të cilat janë obligative, sistemin e farze, ka edhe pjesë që quhet edep, edukat, terbije. Në shenjë respekti për atë që agjeron, edhe pse ti nuk agjeron për shkaqe të ndryshme, tërhequ anësh. Mos ha para tjerëve, mos konsumoshim para tjerëve, edhe ilaçin që duhet ta marrësh mundo mos ta marrësh para tjerëve, që të tregosh një edukat, një terbi kundrejt atyre të cilët ndoshta në këto momente gjithçka do të ishte një gotë ujë për ta. Një qartë. Jemi ka fundi, po në dua ta bëj edhe këtë pyetje, meqense njoh shumë prindër të cilët nuk dinë mënyrën se si t'u sqarojnë fëmijëve. Fëmijët dinë të jenë shumë entuziastë, unë kam vetë një vajzë që është 10 vjeçe dhe është shumë entuziaste për agjerimin. Si t'u bëjmë fëmijëve ndoshta t'u sqarojmë këtë pjesë për ata që nisin agjerimin e parë? Juve për shembull prindrit, si u kanë sqaru, si u kujtohet ndoshta agjërimi i parë, Ramazani i parë që e keni përjetuar. Dhe që ndoshta mund të ishte lidhje e bukur për prindrit që po na dëgjojnë. Rrethanat në atë kohë të prindërve tonë dhe rrethanat për shembull kanë qenë tjera dhe jemi tjera. Ne atëherë ndoshta në shumë në rasteve gjitha mësimit e kemi marrë me të pamur, për shkak se kemi pas janë vepruar dhe në atë formë kemi marrë edhe po. Njeriu mbi gjitha ka nevojë për një model. Nuk mund t'i thuash dikujt mos e pi cigaren, në fakt cigaren e ke në dorë. Nuk mund t'i thuash dikujt agjëro, vetë nuk agjeron. Nuk ka kuptim. Por nëse prindrit mbi gjitha janë të përpik në kryerjen e obligime dhe të ndërlidhin edhe me atë që e thash pak më herët. Edhe nëse vetë nuk mund të agjërojnë, janë kujdesshëm mos shifin para fëmijëve që nuk agjërojnë, fëmijët do ta merr një model. Ajo që neve të kaluarën na ka lidhë, prindërit tonë neve na kanë edukuar, ka qenë ajo lidhja jonë me Zotin. Zoti jep shëndetin, Zoti jep begatit, Zoti jep suksesin, Zoti jep bereqetin, gjitha jep Zoti. Aftësitë tona i jep Zoti, mençurinë tonë i jep Zoti, pasurinë tonë i jep Zoti, gjithçka i jep Zoti. Dhe Zoti kërkon vetëm diçka prej neve. Kërkon një periudhë caktuar kohore, mos ham dhe mos pim. Këtë kërkon Zoti. Nëse kështu neve na han thonë prindërit tonë, unë mendoj që si model kur ta kemi para vetes, ne duhet t'ju themi edhe fëmijëve sot. Gjitha të mira që i kemi, në shenjë mirënjohje për këto të mira që i ka dhënë Zoti, Zoti kërkon shumë pak prej neve. E kërkon një sakrificë të vogël që ta bëjmë për hir të Zotit. Dhe nëse arrim ne këtë sakrificë ta bëjmë, Zoti sërish ta kompenzon atë.
ta kompenzon me shumë shpërblime, ta kompenzon me shumë mirësi, ta kompenzon me shumë begati. Shif, nuk ka asgjë që bën njeriu e që të mos të shpërblehet nga ana e Zotit. Mu më kujtohet një shembull që ma tha një mik mu për një rast të dhënjes së lëmoshës sadakas. Tha, unë sot e dhash një lëmosh për shpirt të babait, sepse ndjeva veten që e kisha si borxh babait të hap këtë lëmosh. Mas 4-5 orëve, djali im bën ndeshje, edhe marr informacionin që ai ka bën ndeshje, makina është shkatërru, shkoj te spitali, djali nuk ka asgjë. Okay. E lidha me shpërblimin që i jep Zoti. Zoti e bën një të mirë nga njëra anë, asnjëherë Zoti të mirën që e ban ti nuk e lën pa ta kompenzuar diku tjetër. Edhe të agjerimi është vërtet që është lodhje, po ti motivojmë fëmijët tanë që të agjerojmë dhe të presim një shpërblim nga ana e Zotit. Si e kompenzon Zoti? Nuk e di, ajo është punë e Zotit, nuk e dim si do të na e kompenzoj në jetë. Pra, me fjalë tjera, fillimisht të jemi model për fëmijët tanë, të na shohin se s'ka nevojë që ne të flasim shumë. Shif, ndonjëherë ne keq kuptojmë edhe profetin e Zotit. Zoti na fal. Ne sigur e paraqesim atë. Sigur rregullisht e vetëm ka fol, ku ka ul me njerëzit ka fol, ka thon pejgamberi. Në fakt, pejgamberi lirisht mund të them, shumë ka vepru, ama shumë pak ka fol. Nëse i të bën gjitha ato hadithet e pejgamberit alayhis salam, që nuk janë vetëm në të folur, janë edhe me atë që ka vepruar, edhe me atë që ka pëlqyer, edhe me gjitha këto, shumë më tepër janë veprimet sesa që janë të folurat. Dhe ne shumë më tepër brenda familjeve për fëmijët tonë duhet të veprojmë sesa që të flasim. Jo që nuk duhet të flasim. Mirë po, njëherë të bëhemi model për ata fëmijë dhe natyrisht ta shpjegojmë pak agjerimin si diçka që kërkon Zoti prej neve për shkak shumë të mirave që na ka dhënë dhe në shenjë mirënjohje për këtyre begative që ne ka dhënë Zoti, ne të dim të sakrifikojmë diçka për hir të Zotit. Se sakrifikojmë një pjesë nga pasuria duke ndihmuar një të varfër në rrugë, sakrifikojmë ndoshta nga ushqimi duke abstenuar brenda Ramazanit, sakrifikojmë nga koha jonë për të vizituar një familjar, sakrifikojmë gjithçka për, domethënë, diçka që kemi për të bërë një të mirë. Zatën e mira nuk bëhet pa sakrifikuar. Pa e lënë veten mangët, nuk mund ta bësh një të mirë. Do e lësh veten mangët që ta bësh një të mirë. Të bëhemi model. Nëse bëhemi model, siç na thotë edhe neve Zoti në Kur'an, e modeli më të mirë e keni profetin e Zotit. Shifnai si ka vepruar, veproni edhe ju. Okej. Meqense sigurisht tashmë ka kaluar dhe koha e iftarit, cili do ishte mesazhi juaj për gjithë ata që ndoshta ata duke përgatitur iftarin na kanë ndjekur dhe po na ndjekin edhe tani. Përgatitni iftarin me dashuri, doni njëri tjetrin, ndani kohë për familjet, se iftari i këtij viti dhe Ramazani i këtij vitit, vitin tjetër nuk vjen. Këto që jemi këtë vit, nuk do të jemi. Koha kalon shpejt, jeta kalon shpejt, ti shfrytëzojmë me të mira, me respekt, me buzëqeshje, me dashuri, ditët e bukura të begatisë që na dhot Zoti. Edhe në veçanti Ramazani është një dhuratë nga ana e Zotit. E dhurata më e madhe është që të shfrytëzohet, siç është pak më herët, edhe me lodhje me ushqime të mira gjatë iftarit, mirë po më e madhe se ky ushqim është edhe kur ta shtrojmë iftarin, të buzëqeshim me tjetrin, ti falim dashuria ti tjetër. Ta aktivizohemi krejt në përgatitjen e iftarit, mos presim vetëm nga gratë. Se për ndryshe iftari atëherë nuk ka kuptim. Besoni edhe ushqimi nuk ka kuptim nëse është kjo nuk është ajo. Bile këtë që thatë unë shpesh e kam përmend, duhet të mësohemi që brenda Ramazanit edhe fëmia qoftë edhe me një pjatë të ofroj, qoftë edhe bashkëshorti, qoftë edhe me një pjatë të ofroj, sepse kjo krijon atë ambienti që e përmenda unë pak më herët, atë ambientin e ngrohtë. Nuk ka kohë për të nervozuar ndoshta, edhe për ta fajsuar njëri tjetrin. Mos ja hudhin fajt të cigareve, këtyre gjërave të tjera, po s'duhet këtë faj asgjë për ta humbur esencën, kuptimin dhe begatinë e iftarit. Unë ju falenderoj shumë për gatishmërinë tuaj, edhe sigurisht ju uroj edhe juve iftar të pranuar, agjërim të lehtë edhe një muaj të bukur dhe me plot aktivitete ashtu siç e keni çdo vit. Faleminderit edhe një herë shumë për prezencën tuaj. Faleminderit, kënaqësia ishte ime. Shumë faleminderit.